ymni kombëtar i Shqipërisë. Dika me numrin 17. Kalacez, i topi ullët në zonë, i topi ka shikoj, gjithë Belorusët, në mundëse mirë, vënoj në goditje, por vjen dhe kjo befasive, të nërë që shpejt skuadra përfaqësuese e Bielorusisë. Ndërkohë shikojmë Molosh me Vonez vajti Vangeli, ndërkohë që Molosh pasoi, pavarësisht se Kalacez. Shikojmë Beqaj dhe shit top godet nga lart në hyrje të zonës, topi nuk u zotrua dot nga Beqaj. Shikojmë golin me këtë dalje dhe pritje e portierit. I vëmendshëm për që luan me Rostov, është ndeshja e 44 me përfaqësim. Të kanë mbante mend Sali në rast se ta shënonte këtë gol. Shikojmë. Bukur. Është sapo futur në lojë Krivec që shënon golin e dytë. Krivec ka shënuar shpëlje tjetër në gabim në mbrojtje son dhe Krivec edhe tjetër gëtë të dali kartoni kuq për të. Kjo ndeshje, kjo mbyllet kështu me fitoren e Bielorusisë me rezultatin